Dua të di tani sinjalet që jep trupi, pa shkuar deri tek analiza, si të kuptojmë që kemi anemi. Çfarë shenjash na jep trupi? Atëre anemia shkakton shenja të dukshme në qoftë se ne jemi të vëmendshëm, si çdo lloj sëmundje. Asnjë sëmundje nuk fillon me një ditë, as edhe gripi. Madje në studimet e fundit u pa që gripi mund të donte shumë muaj për të realizuar ose për të shpërthyer. Pra nuk është se mendonim si deri dje që gripi mund të donte një ditë, 2 ditë, pra pas një infeksioni viral që ne marrim. Shenjat që jep anemia në trupin tonë duhet të jemi të kujdesshëm. Ku shohim nga kjo? Zbeja e lëkurës, pra ku kemi një fytyrë të zbetë, ku kemi duart kryesisht të zbeta dhe fundi pra gishtat, pjesët e fundit të këmbës, kemi rrafje të shpeshta të zemrës, pra kemi papilacione apo kemi nivele të aritmisë, kemi nivele të frymarrjes të vështirësuar. Kemi në përgjithësi lodhjen e tepruar dhe rënien e energjive. Kemi dhimbje koke të përhershme dhe të pakuptueshme duke eliminuar shkaqjet e tjera. Një nga këto mund të jetë shkaqjet e tjera mund të jetë një nga arsyet që ose një nga po themi shenjat që ne duhet dim. Tjetër, kur ne dëgjojmë tinguj që na vijnë brenda vetes sonë. Pra, interesante kjo e tingujve. Se kisha dëgjuar ndonjëherë. Po, unë kam bërë një kurs shumë të zhvilluar për transportimin e hekurit në një nga akredituesët më të mirë në botë për probleme të transportimit të hekurit, prandaj dhe i diktoj sepse kam bërë një kurs parasakosh në detaje se si transportohet hekuri në organizëm në mënyrë të detajuar dhe shkaqjet e tij. Dhe dëgjimi i tingujve, pra vjen nga brenda trupit dhe jo nga i burimi jashtë. Ose kemi disa zhurma në vesh që na vijnë dhe na ikin. Kjo është një faktor determinant për problemet e anemisë. Kur ne kemi një ndjenjë të ndryshimit të shijes her pas here, sidomos në mes të ushqimit ose nga ushqimi në ushqim dhe nuk kuptojmë kur konsumojmë një ushqim dhe pasojmë një ushqim tjetër, ne nuk e kemi kuptuar që kemi ndryshim të shijes. Pra ndryshimi i shijes është kjo. Kemi një ndjesi si gjelpëra ose kruarin. Ne nuk na kruhet trupi, po ndjesia që na jepet është një faktor shumë i rëndësishëm për problemet e anemisë. Gjua që është e qarë, nëse ne kemi një gjuhë të qarë, të lënduar, na dhëm her pas here ku pim diçka, për shembull ku konsumojmë ujë me gaz apo diçka tjetër pikante që menjëherë kuptojmë që është e lënduar, është nga efekt, është nga mund të themi shenjat që na jep pranë rënje flokëve, hollimi i flokëve, dëshira për të ngrënë sidomos gjëra brumrash, akull ose brumra ose picë. Personi që ka qef shumë picën, brumrat, makaronat, ka një probabilitet këtë mundësi. Vështirësi në gëlltitje. Kur ne konsumojmë her pas here ushqim, jo gjithmonë, her pas here e shikojmë që kur e kalojmë ushqimi kalon me pak vështirësi. Pra diçka sikur na pengon. Kjo tregon që anemia ka arritur ndoshta me disa elementeve të tjerë, se këtu përfshihen edhe disa patologji të tjera sëmundjesh, por midis tjera. Për shembull, po, tek brumrat për shembull, na ke thënë dhe dikur kur kemi folur për parazitët, personat cilët vuajnë nga parazitët kanë dëshirë për brumra dhe ëmbëlsira, prandaj fat që edhe ju që lidhen me faktorë të tjerë. Qartë. Të tjerë, po. Kemi buzët tu anash të qartë. Nëse ne do kemi buzët e çara anash, është një probabilitet pra krijohet një lloj ulçeve të përhershme, kemi të thonjë të cilët nuk janë të lëmuar në formë të lugët e tjerë. Kemi probleme të mpirjes së gishtave dhe të këmbëve, kemi ftohtësi shpesh në trup, kemi një disekuilibër, kemi një kujtesë të dobët se harojmë shpejt. Kemi një vështirësi të përqendruar, kemi një rënje, kemi një gjumë të shtuar, duam vetëm të flëmë. Edhe të tjera. Por mund të bëjmë dhe një test në shtëpi. I mbajmë gishtat e shtypur fort, 5-6 sekonda dhe i lëshojmë. Në moment që në majat e gishtave tonë që kemi të shtypur me atë dorë, në qoftë se brenda 2 sekondash nuk vjen ngjyra dhe ri e bardhë, probabiliteti i anemisë është shumë i lartë. E dyta, shikojmë pjesën e syve të brendshëm, kapakut të brendshëm të syve dhe shikojmë a i kemi roz në pasqyrë ose pa i shikojmë dikush, i kemi roz apo i kemi ngjyrë më të hapur. Ngjyra shumë e hapur ose e verdhë tregon dhe probleme pastaj në mëlçi e tjerë. Pra hyrë te kjo. Po flasim nëse nuk është aqëroz, një nga probabilitetet duke shoqëruar dhe shenjat e tjera është dhe kjo. Kur hiqim në shkallë, kur bëjmë 2 kate shkallë, 3 kate shkallë dhe na merret fryma, rriten të raurat me një mundim kaq të vogël, probabilisht ne mund të kemi probleme të anemisë. Pra janë disa shenja që trupi na jep që duhet të mos i neglizhojmë.
por ne nuk e përsaktojmë dot sakt. Patjetër do shkojmë të bëjmë një analizë të hemoglobinës, vitaminës B12, e shumë analiza tjera që ndonjëherë ne nuk i bëjmë vetëm një, ose laboratorët japin vetëm një për hekurin, feritinën, por duhen bërë edhe disa të tjerë. Duhen bërë disa analiza për të shikuar që sepse mund të jetë vetëm mungesa e vitaminës B12. Po cilat janë këto analiza? Cilat janë këto analiza që duhet të bëjnë njerëzit? Analiza e para është që patjetër është analiza e hemoglobinës që bëhet. Niveli feritinës që kemi në gjak, pra nivelet e ulta të hemoglobinës do na tregojnë, nivelet tjera do na tregojnë vitamina B12 për të shikuar që a kemi mangësi, sepse tash rreth 75-80% të rasteve me anemi vijnë nga mungesa e vitaminës B12. Po ashtu do të bërë ndoshta edhe acidi folik. Pra, vitamina B9. Unë mendoj se këto janë minimalisht të parat për të kuptuar se ku jemi.